ka qenë e rëndë që të pranohet, edhe pse akuzohet nga Putini, duket që ka një mosmarrëveshje me ministrin e jashtëm, nga sa ata paramendojnë që të ketë një pozicion ndryshim të ri, ose është lodh nga mosha Lavrovi, ose flitet më të madhe që vajza e tij ka një kontakt jashtëzakonisht të mirë me të deleguarin e Putinit, i cili ka qëndruar para 2 javësh në SBA, Kirili Dimitrev, i cili mendohet që do jetë trashëgimtari i Lavrovit. Dhe kjo ka edhe një konflikt personal. Konsiderohet që Putin në mesin e 7 bashkëpunëtorëve të ngushtë të tij nuk e ka Lavrovin. Ka pas hezitime dhe kjo mendoj që është një lloj supozimi që mund të jetë edhe këto problematika. Por në pyetjen e juaj dua të kthehem të jap përgjigjen. Mendoj që diplomacia pa forcë nuk mund të arrihet. Por problemi është forca si të arrihet me një superfuqi të tillë. Do thotë nuk e bëjmë me një fuqi e cila do si do, apo një fuqi e cila mund t'ju imponohen masa dhe kushte, dhe kjo është ai problemi që që diplomacia të ketë efektin e vet, mendoj që është vetëm një marrëveshje që mund të arrihet mes SBA-s dhe rusëve. Kjo mund të jetë ndoshta një lloj, mund të them, ure për të arritur deri te ajo që është më së rëndësishme për jetën e njerëzve në Ukrainë, nga se po hym në fazën e dimrit, sezones ku gjendja është alarmante, sidomos me furnizimin me energji elektrike. Dhe mendoj që diplomacia duhet të jetë shumë aktive, por amerikanët, ndoshta edhe Trump vetë dëshiron që të rrëmbullaksohet ai takimi me rezultate, nga se pritet që pjesa e Donjeckut të jetë pastaj dikun është sot për mbi 80% në kontrollin e forcave ruse, të cilët do thotë janë duke depërtuar, dhe kryesisht mendoj që po që se mbyllet ky bazeni i Donbasit, mendoj që bisedimet do jenë shumë afër dhe rezultatet do të jenë rezultative, fatkeqësisht në kurriz të interesave ukrainase. E qartë. Zoti Bilali, nga ana tjetër, vetëm një orë pas deklaratës së Zelenskit, ministri i jashtëm Ukrainës vizitoi Londrën pra për të takuar me homologun britanik, duke synuar këtu edhe koordinimin e përgjigjes ndaj këtyre kërcënimeve të fundit nga ana e Rusisë. Pyetja nëse sa efektive mund të jenë këto takime diplomatike në përgatitjen e Europës ndaj një skenari të mundshme të luftës, ashtu si paralajmëron edhe Zelenski. Them drejtën, anglezët janë ata të cilët realisht sot mund themi që në një farë mënyre kanë një bashkëpunim të ngushtë. Nuk them që ndoshta kontrollojnë përgjithësi Zelenskin apo General Shtabin ukrainas, mirëpo ndihma e britanikëve është jashtëzakonisht e madhe. Tradicionalisht britanikët në inteligjencë janë një klasë jashtëzakonisht e rangut të lartë, dhe mendoj që në terren kanë arritur që ukrainasit të kenë informacione të bollshme për të përgjigjur, mirë po sa kanë qenë efektive, prapë mund të them që është problematike. Por vizita e ministrit të jashtëm ukrainas në Angli, në Britani të Madhe, realisht ka të bëj ukrainasit ka të bëj me rëndësinë asaj që si do vijojnë në sezonën e dimrit aktivitetet luftarake dhe çka mund informacionet e anglezëve çka mund të jenë të dobishme, por në aspektin konkret në furnizim. Por si ministër i jashtëm besoj që ka domenin dhe fushën e diplomacisë dhe sa mund të ofrojnë solucione të ndryshme për të ardhur deri te një armpushim. Por mendoj që hyrja në përdorim me raketës Flamingo ukrainase është një lloj, ta quaj një lloj suksesi, sepse besoj që do jetë deri diku efikase, sepse saqet e saj hynë të thellë në territorin rus. Pse goditjet e tyre kanë qenë në pjesën e Zaporozhit, brenda javë të Ukrainës dhe në Krime.
sepse ura ka që të lunë një rol të jashtëzakonshëm për furnizimin e artërave të forcave ruse. Por të ndalem te pyetja juaj, besoj që kjo vizitë nënkupton që ukrainasit në një farë mënyre janë më duket në pozicionin e tillë që tentojnë që të marrin një përkraje apo një iniciativë dhe të koordinojnë këtë me Ministrinë e Jashtme angleze, dhe në këtë rast besoj që ajo mund të jetë ndoshta një synim i qartë që pastaj në bashkëpunim me forcat amerikane, me diplomacinë amerikane, anglezët të arrijnë të kenë një koordinim. Nga se në Evropë kryesisht anglezët janë ata të cilët janë në gjendje të rikthejnë, të them drejtin kështu, atë influencën e tyre edhe të Zelenski, me të cilën besoj që do jetë për një kohë vështirë të arrihet ose të ketë pajtueshmëri, po që se rusët në kushtet e tyre janë strikt. E qartë. Zoti Bilal, në fakt do doja të ndalesha tek një analizë juaj që keni bërë së fundmi, pra e detajuar me skenar të mundshëm për vitet e ardhshme të luftës në Ukrainë, pra skenarët, faktorët dhe pasojat. Pyetja ime është nëse mendoni se këto furnizime, pra tek skenari i parë, i cili është përparimi i konsoliduar i Ukrainës, dhe koordinimi ndërkombëtar nga ana tjetër mund të lejojnë Ukrainën vërtet të rifitojë territoret në vitet e ardhshme? Po, janë 4 skenarë, më thëmë, të cilët realisht janë, më thëmë, mënyrë hipotetike, nga se përqindja apo arritshmëria për skenarin e parë, për të arritur stabilizim apo rikthim të regioneve apo tokës së humbur, pjesëve të humbura, është realisht përqindje dopt, apo mund të jetë një hipotezë e cila është dëshirore, po faktikisht është problematike. Mendoj që solucioni i një vije të ngrirë të frontit mund të jetë më realiste, nga se pa hyrë në atë që kompromiset e tilla të skenarëve, të cilat mund të realizohen në të ardhmen e afërt, ne shpresojmë çdo herë, sepse është interes. Kur e them këtë, ne shpresojmë sepse këtë bëjmë me sigurinë tonë. Sepse jemi në atë fazën ku çdo gravim i luftimeve apo skenareve që mund të rrezikon edhe ndonjë shtet tjetër evropian, qoftë nga vendet baltike, qoftë nga Moldavia, do thotë nuk jemi larg nga këto territore. Dhe është edhe për sigurinë tonë. Nga se shumë njerëz ndoshta këto tema kur i sqarojmë, ndoshta shkon mendja që kem problemet tona, po ky është problemi ynë, sepse ka të bëjë me sigurinë e cila mund të rrezikohet nesër. Dhe besoj që skenari mund të them i cili mund të jetë një lloj i Koreas së Jugut, do thotë një farë lloj koreanizimi i situatës kur ka qenë rasti me 2 Koret, do jetë ndoshta një formë e tillë që në vijat e frontit të jena të ngrira për një kohë më të gjatë, po këto për të arritur pastaj duke shpresuar që në Federatën Ruse mund të kenë ndryshim të leadershipit, pastaj një lodhje që mund ta ketë që realisht edhe vetë kapacitetet ruse, sidomos ekonomia ruse për kohë të gjatë mund të jetë e lodhur dhe goditur. Dhe të gjitha këto mendohet që ndoshta për një të ardhme më të afatmesme, 10-15 vjeçare të arrihet që territoret të rikthehen me bisedime, por kjo realisht është një supozim i cili mund të ketë gjasa, por realisht për skenarin e mundshëm që mund ta sjellë Ukrainën dhe forcat edhe ruse edhe ukrainase në tavolinë, besoj që do jetë ajo e gjendjes faktike në terren. E qartë, zoti Bilal, sa i përket skenarit të dytë, pra për shkallëzimin të kufizuar dhe ombrella ajrore europiane, a mundet një ombrellë mbrojtëse europiane pra të ndryshojë të gjithë rrjedhën e luftës dhe nga ana tjetër të ulë dhe shkatrimet civile në Ukrainë? Po këtë drejt, kjo është, do thotë, evropianët një konflikti përshkallëzuar i cili mund të... Shifni, evropianët kanë menduar që është e fillim, e kam fjalën NATO, kur flasë është një korrespondencë të tillë, bashkëdyzim mes vendeve të Unionit Evropian, që shumica janë edhe anëtarë të NATO-s,
për ndalimin e fluturimeve në zonën që do të ishte sidomos flitet për mundësinë e Ukrainës perëndimore, do thotë që në kjo pjesë të dhe mos të lejohet të jetë zona ndaluar e fluturimit qoftë për aviacionin rus, por kjo mund të them drejtën ka qenë edhe nga sekretari gjenerali i NATO-s që në fillim është hedhur poshtë. Se de facto një ndalesë e tillë do të futte në konflikt direkt NATO-n me Rusinë dhe dje që çfarë pasojash mund të ketë jo vetëm për sigurinë e Evropës, por edhe botërore, për sigurinë e botës. Dhe mendoj që në këtë drejtim skenari i kufizimit, i përshkallëzimit të kufizuar mund të ketë efektin e vetë për një pjesë të Ukrainës, por jo në përgjithësi, me qenë se të gjitha këto besoj që në vijën diplomatike apo në kanale diplomatike në takime është biseduar edhe me forcat ruse, me përfaqësuesit rusë, më falni. Por kjo do thotë ka qenë ndoshta ajo që rusët qysh me fillimin e invazionit 24 shkurt 2022, do thotë tash po jemi në vitin e 4, kanë refuzuar nga se kërkesat e tyre janë që Ukraina asesi mos jetë pjesë dhe tokë ku mund të vendosen bazat e NATO-s. Dhe kjo do thotë do ishte ajo forma që evropianët kanë tentuar të fusin në përdorim një solucion për ndalimin e fluturimeve. Qartë. Zoti Birali, skenari i tretë, skenari më i mundshëm pra betejë e gjatë dhe e kushtueshme, pyetja është se ky konflikt i gjatë është skenari më i mundshëm për vitet e ardhshme, por sigurisht me kostot më të larta për Ukrainën dhe Europën? Ja, është ky skenar një luftë me gjatë, e cila thom drejtë nuk e besoj që do jetë një konflikt që do kërkon edhe vite të tëra për që do ishte katastrofal, më thëmë, edhe për të dyja palët. Mirë po edhe për zhvillimin dhe ekonominë, por edhe sigurinë evropiane. Nga se të gjitha këto kanë impakte, sidomos me çështjen e burimeve të gazit, naftës. Pastaj mos harrojmë, Ukraina është një ambar i Evropës në agroindustri dhe kultivimin e drithërave dhe lulediellit, dhe kjo do thotë është ajo që realisht prish balancat dhe furnizimet edhe në tregun evropian, dhe realisht kemi pastaj situatat që çmimet mund të varojnë në stada më të larta. Ky skenar i një konflikti që mund të zgjatë me vite, realisht mund të futet në përdorim si skenari mundshëm. Mirë po besoj që për të dy palët nuk është e favorshme. Dhe pritet besoj që vija e Donbasit, marrja komplet e kësaj vije, do kemi një parafrim të shpejt, një pushim dhe me siguri edhe një arritje të një marrëveshje, edhe pse brisht dhe pa drejt, por